Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin ton Rrëfime Jete për të ndarë edhe njëherë ngjarjen më të tmerrshme. Do të ndalojmë tek vdekja e dy djemve të vegjël në qytetin e Durrësit. Tashmë domethënë ka dalë edhe ekspertiza dhe fatkeqësisht bëhet fjalë për një zotëri i cili ka qenë nën ndikimin e alkoolit, nuk ka mundur që të kontrollon makinën dhe ka marrë jetën e dy djemve të vegjël dhe një është në momente të rënda për jetën. Babai i 13 vjeçarit Ermal Muçaj rrëfen se humbja e të birit e ka lënë të shkatëruar, ndërsa kujtimi i tij është i pranishëm në çdo moment të ditës. Do të thënë, po akoma nuk është bërë në fakt një javë që janë vorosur këta fëmijë. Familjarët janë akoma si në ëndër, sepse atë ditë janë zgjuar, kanë ngrënë mëngjesin si çdo ditë dhe vetëm në moment ka mbritur lajmi që fëmijët e tyre kanë ndruar jetë. Ikja, lëvizja tani më preu krahët. Këto ditë i kaloj se kur dal në çdo cep, më duket sikur më thëret. O babi, po pse s'më merr? Do vi, o babi, i them, do vi. Kështu që s'kam komente. Çfarë të them më? Flas kudo në çdo cep e shoh. Më del, pse s'më merr babi? Më thot, do vi, i them, vetëm më thret. Tregon babai i Ermalit. Do të thënë, babai i Ermalit tregon një moment tragjik. Më besoni që edhe për ne gazetarët është e vështirë që t'i sillim këto momente pranë jush. Do të thënë, çdo ditë i shfaqet figura e të birit duke i kërkuar që o babi më merr. Enea humbi jetën në një moment të zakonshëm, teksa ishte duke ngrënë akullore me mikun e tij të afërt, Klesin, i cili gjithashtu nuk arriti që të mbijetonte. Në vendngjarje ndodhej edhe kushëriri i tyre Arbioni, vetëm 8 vjeç, i cili po vijon betejën për jetën pas një ndërhyrje tjetër kirurgjikale në spitalin e traumës në qytetin e Tiranës. I riu kishte plane dhe dëshira të thjeshta, por të qarta për të ardhmen. Ai priste me padurim një udhëtim me klasën drejt Vlorës dhe kishte një lidhje të fortë me të atin, të cilin e shihte si model për jetën e tij. E shihja e buzëqeshte e i thosha, hëmër bab, ti do t'i ngjash babit. Po, më thoshte, do bëj profesionalen, do vi me ty të ndihmoj, thoshte. Mekanik ishte shumë i apasionuar. Tregoi babai për Eneën, do të thënë babai i Eneës është mekanik dhe tregon për të birin që ka qenë shumë i apasionuar pas punës që bënte i ati. Por sipas familjarëve, tragjedia nuk ishte e papritur. Tani këtu është edhe më e rënda në këtë mes. Këtu fillon drama më e keqe që ne në fakt e kemi ngritur zërin gjithmonë, por fatkeqësisht shtetet tona janë janë të mbizotruara nga institucionet të cilët vetëm keq përdorin vendet e tyre. Ata pretendojnë se rreziku kishte kohë që denoncohej, por nuk u morën masa konkrete për ta parandaluar këtë rrezik. Nuk ja kam pasur borxh njeriut edhe nuk e di. Nuk e di se si do ishte parandaluar me 100 firma. Kishim muaj e muaj që merrnim tabulatet, telefonatat nga gjithë banorët e lagjës. Edhe policia vinte, qeshte, një gjë thjesht qesharake. Do me thënë, lagja ka denoncuar që lëvizja ka qenë shumë e ashpër e makinave, nuk kanë patur kujdes, dhe policia ka shkuar në vendngjarje dhe nuk ka marrur masa. Do me thënë, policia siç duket e ka planifikuar këtë vrasje, se derisa ti nuk merr masa, prit e vdekjen. Ishte i përditshëm tap, do me thënë ky zotëria, çdo ditë ka kaluar aty me makinë, çdo ditë ka vozitur me shpejtësi dhe çdo ditë ka qenë tap. Ecte në mënyrë të pakontrollueshme,
por policët e korruptuar e lanë, pinin kafen dhe kthenin fletët. Familjarët thonë institucioneve do t'ju thoshim në rrugë s'po na lini të kalojnë kalamajt, në trotuar po na i shtypni. Tashti parqe s'keni bërë, ku mund t'i lëm fëmijët, vetëm këtë t'na thonë se ku mund t'i lëm, ka thënë i jati. Do me thënë që ta sqarojmë do me thënë si ngjarje. Problematika me këtë zotriu në fjalë, me këtë benzin, nuk ka qenë një problematik që familjarët nuk e kanë ditur, nuk ka qenë do me thënë një rastësi e gjitha kjo nga hiçi. Por problemi qëndron se në institucionet e policisë, do me thënë në qarkun e Durrësit, në rrugën e Ohrit, ashtu quhet kjo rruga, janë bërë paralajmërime, janë bërë denoncime për këtë zotri që shkon si çmendur dhe shkon tap me makinën dhe nuk i bëhet vonë fare. Kjo gjë është bërë nga familjarët që jetojnë në atë zonën. Por unë nuk e kuptoj, sinqerisht nuk e kuptoj do me thënë këtë shtetin ton shqiptar. Ora është një shtet që po dështon në gjithë shka, do me thënë vrasje në shkollë fillore, nuk merren masa fare, Ministri i Arsimit atje fut një të qeshur, drejtoresha sheh punën e saj, sikur s'ka ndodhur asnjë gjë, sikur s'po vdesin njerëz. Vritu me thika, theru fëmijët, nuk merret asnjë mas. Do me thënë vazhdojnë jetën sikur s'ka ndodhur asnjë gjë. Ai tjetri shkon me benzin aty 100, se ka publikuar dhe Blendi Fevziu videon, se sa ka qenë ai me shpejtësi, nuk merret mas asnjë gjë. Do thënë shtetit nuk i intereson. Shteti me 1000 lekë korruptohet. Imagjinoni sa vlen jeta e njeriu në Shqipëri. Jeta e njeriu në Shqipëri vlen 1000 lekë. Kjo është e turpshme. Dhe më në fund do me thënë, institucionet kur ndodhin gjë më të mëdha, atëherë reagojnë. Atëherë çfarë reagon? Për çfarë reagon? Çi duhet një prindit në momentin kur e humbën fëmijën në reagimi yt? Kjo është e pa imagjinueshme. Mua më vjen shumë keq një herë për këtë ngjarje që ka ndodhur. Nuk kemi fjalën se si mund ta gjejmë për të ngushëlluar këta familje dhe për t'ju dhuruar pak shpresë, për t'ju thënë që nuk e dim, do me thënë ka qenë e shkruar nga Zoti, po ka qenë e shkruar nga Zoti, por unë mendoj që Zoti të sprovon në jetë, edhe ndonjëherë edhe mund t'i shpëtosh të shkruarës nëse ke mend në kokë. Dhe në këtë rast, ky zotri nuk e ka patur të shkruar të vozitën ashtu. Zoti nuk e ka çuar të pi alkool të bëhet tap, ë. Do thënë kjo është një situatë që realisht është shqetësuese dhe realisht po shqetëson të gjithë shoqërinë tonë. Unë uroj me zemër që të merren masa konkrete dhe të parandalohen më këto fenomene të gjitha jo vetëm në Durrës, po në të gjithë vendet shqiptare dhe njerëzit të binden që jeta ka më shumë vlerë se sa qefi, se sa momenti dhe se sa e vozitura si i çmendur nëpër lagje të banueshme, sidomos në lagje ku ka fëmijë, aty ku banohet ka dhe rrezik.